Është ndryshe kjo garë, është hera parë që kërkoj një vot për emrin tim, nuk kam kërkuar një vot, vetëm kam kërkuar vot për Partinë Socialiste dhe për Edi Ramën. Kësaj here dua një mbështetje edhe personale, kuptohet në emër të forcës politike që përfaqësoj. Se duhet votojmë PS-n, jam e para njëherë, është partia që ka bërë shumë më tepër për vendin, e ka bërë vendin krenar, ka një shans të ardhë që Shqipëria të bëhet antari i Bashkimit Evropian në 4 vjet të ardhshme. Të doja edhe për ato gjëra që kam bërë për Sarantin, qoftë rrugën Delvin Kardiqi, ka qenë vendimarrja ime personale sepse ajo rrugë që parashikuar fondet shkonin në Ersek. Dhe unë isha ministër i infrastrukturës. Kjo është tash rradha jonë, se jemi deputet të asaj zone, duhet ta bëjmë. Edhe fati mirë që u bë dhe u shkurtua distanca. Ashtu siç kam sjell shumë investime për ujësjetësin dhe infrastrukturën këtu në Sarand, por me këtë model kam treguar fuqinë time, lidhe me komunitetin dhe do doja një vot masive për të qenë prapë një zë i fuqishëm.